Të nderuar mësues, nxënës dhe të ftuar. Sot jemi mbledhur për të nderuar një nga momentet më të rëndësishme të kombit tonë, Kongresin e Manastirit, i cili bashkoi mendjet më të ndritura shqiptare për të unifikuar alfabetin e gjuhës shqipe. Sot besojmë jo vetëm një vendim historik, por gjuhën tonë, identitetin tonë. Një gërëm një histori. Çdo gërëm e alfabetit është një gur në themelin e identitetit tonë. Sot do të shohim se si çdo gërëm tek për të, për ndjenja dhe histori. E në stile një poezi, një këngë, një primarje artistike. Dhe të fillojmë në butimin tonë alfabetik. A dhe, aja është renja, toka, aroma e feminisë. Atveu është vendi, ku fjala me kuptim, kur gjuha rritet dhe zemra gjërë është roja në gur, mali, shati, qyteti, kujtimet dhe njerëzit tanë. Flamuri. Feja është shqyra e kenaris. Flamuri që zëllitet në historinë e popullit tonë. I kuj si gjaku, i pasër si besa, me shqipën të kryeshe që në shetet një pra. Flamuri e zërin i përbashkët. O dhe, me i dashur sa më ska, me i nën, me i motë, me i vla. Nga shkarrogu me i shënditime je me i mirë nga vëzhe që ka kuve. Ty përdi me na ime të papaj, dhe uri në fund e pati madhë. Numruat i patrulle ty i saj, ti lindi, ti vdisha e pasaj. Ti pa gjysh, se gjyshit e mi, edhe esër dhe tyre tretu i këti. Nga ti jo shpirë të ka kur se ndarë. Pra në te e pa të nësheshur, pa të nësharë. Në në e me vdish, dhe ty të kam sot nërë. Nërë që se vdekje kur, pa që herë. Begatojë o zotit të vëvend. E po njerëzve të ti bërë si e shenë. Ki u bërë si gjithmona një se ti. Gazë për jetë pasë në zotin të ti. I begati një gzuar që ofta i. Një të arë në pas plot në lëmëtori. O flamur gjatë, o flamur shkambë, o vënd me vatë, o nanë me babë, lagur me lotë, djegur me flagë, flamur i kuqë, flamur i zi, fortes shkëmbë, smerë tirani, shëtërëm romani, as veneciani, as sërë bushani, as tur sultani, flamur i madhë për veshjit. Flamur që lindë shënë Konstantinin, pajton islam me krishtrimin, shpau me disperë vllazërimin, flamur bujarë për njënësi. Me Skënderbeu lavdrove, dhe në furtun një fund një shove, me malon prapë largë vrapove, yllë të vdekur për lirit. Sa shpesh pastaj për dhe ushtrive, me zjarë zi, ndese, unë zive, u gjdo mizor me shpatë e grive, o fush kuq, o shkab zi. Për pjetë, për e Shqipërin, për lindja shpirtin nga të qinë,
Dia o të vëllanë, rënek të fqirë, për botën e angër, e qiell e ri. B. Besa. Besa, kodi moral I shqiptarit. Premtim më I fortë se guri. Me besë është mbrojtur nderi, miqësia, tradita dhe jeta. K. Këngë. Kënga është pasqyra e shpirtit shqiptar. Në të janë kënduar hidrimet, trimërit, dashurit dhe festat. Është ritmi që bashkon brezat. Tingulli që ruan identitetin tonë. Përshëndetje të gjithëve, jam shumë e lumtur në fakt që jam midis jush sot për të festuar dhe për të kujtuar këtë ditë shumë të rëndësishme, e cila simbolizon unifikimin e gjuhës sonë shqipe, kujtojmë të gjitha të veprat të jashtëzakonshme që kanë bërë vite më parë ata patriotë në Kongresin e Manastirit, dhe patjetër këtë ditë simbolizon dhe unifikimin kulturor ndërkombëtar të gjuhës sonë. Por ajo që na bën të ndihemi shumë të emocionuar është kur shikojmë se me sa krenari, nga gjithë ju të dashur nxënës, këndoni dhe recitoni për këtë vepër të jashtëzakonshme.
jemi gëzuar këtë festë të bukur dhe ta ruajmë me sa më shumë fanatizëm gjuhën tonë të bukur shqipe. Gëzuar. Mesesh shëndetin të kemi poetin dhe publicistin Zoti Kozma Gjini, i cili ka një mesazh për të ndarë me ne. Ju falenderit juve që jeni pjesë të këtij publiku që përkujton alfabetin e gjuhës shqipe, që përkujton pikërisht kongresin e monastirit ai që vendosi këtë si gur themeli në Shqipërinë të vendit tonë. Më vrisi, por mblidh ma një gjakon se do të duhet një për një përvetuaj që të shkruajnë gjuhën e bukur shqipe. Ky ishte amaneti i patriotit Petronin Luarasi para ekzekutimit, si kujtesë e homazh për të gjithë ata që krijuan jetën për gjuhën shqipe, të jetonte mes gjuhëve të Evropës dhe Shqipëria të bëjë një komb me gjuhën e vet, identitetin kombëtar si e realizojnë ne sot. Gjuha shqipe, si një nga gjuhët më të vjetra të Evropës, ka kaluar shekuj të tërë zhvillimi, ndikimesh dhe sfidash. Një ndër momentet më të rëndësishme dhe historike të saj është po dyshim për caktimi e alfabetit të vetëm, i cili u bëj mundur fal Kongresit të Manastirit mbajtur në 14 deri 22 nëntor 1908. Ishte kurorëzimi i një rruge të vështirë dhe ky ishte edhe vetë shoqëria Bashkimi e Manastirit që i përgatitën ta shqyrtuarin alfabetin e simbolit, i cili u vu në Zonja Leferiziu është një tjetër figurë e njohur e qytetit, e cila ka dhënë kontributin e saj të zyrë në art, kulturë dhe edukim artistik të fëmijëve. Ftojmë zonjën Leferi për mesazhin e saj. Përshëndetje të gjithëve. Nuk është rastësi që unë ndodhem sot këtu në festën e bukur në aktivitetin për ndërë të ditës së alfabetit të gjuhës shqipe. E pranova me shumë kënaqësi festën e bërë nga drejtoresha e zyrës arsimore dhe ndihmore Lushnje, zonja Ata Vamo, ish nxënësja ime brillante dhe sot drejtuesja jonë. Sinqerisht, jam shumë emocionuar që jam sot me disjush. Së pari, provoj emocione si atëherë kur punoja me fëmijë në Qendrën Kulturore të Fëmijëve, dhe së dyti, më dukeni të gjithë ju si një priteni që flasin dhe recitojnë shumë bukur gjuhën shqipe dhe pse nuk jetojnë këtu. Mësojeni dhe flisni gjuhën shqipe, gjuhën tonë shumë të bukur. Ju uroj suksese të gjithë juve fëmijëve, gjithashtu edhe mësuesve që ju drejtojnë juve. Ju falenderit për vëmendjen. Falenderim të veçantë për këtë ditë ka edhe shefa e arsimit zonja Ata Vamo. Mirë dita të gjithëve, shumë faleminderit që keni ardhur në këtë aktivitet kaq të bukur sot. Dhe si fillim unë dua ta nis me një falënderim për Bashkinë Lushnje, për bashkëpunimin i cili është i frytshëm për herë, për drejtuesit e institucioneve, po ashtu për të gjithë mësuesit e gjuhë letërsis, edhe në fund për fëmijët pa të cilët ky aktivitet nuk do të ishte bërë i mundur, të cilët janë dhe kryefjala e këtij aktiviteti. Dhe mesazhi im për sot është që ti duam, ti respektojmë dhe ti flasim bukur të 36 shkronjat e alfabetit tonë. Shumë faleminderit gjithëve, sukses. Ju falenderojmë të gjithëve që jeni pjesë të kësaj feste të gjuhës dhe kulturës sonë, dhe të vijojmë në udhëtimin tonë alfabetik. Rrahja e parë, energjia që na shtynë të ecim, të ndërrojmë, të krijojmë. Jeta është udhë mbushur me hapa, ngjyra, zbulime dhe rrugë të reja. Ajo është çasti i gjallë që jetojmë sot dhe kujtimi që ndërtojmë për nesër. Histori. Historia është tregimi i mirat të qartë. Ajo është kujtesa e fitoreve dhe sakrificave, burrët mbi të cilët rrihet e sotja. Historia shkruhet, ruhet dhe nderohet.
Në historinë e Shqipërisë dhe të popullit shqiptar, Kongresi i Manastirit shënon një ngjarje të rëndësishme politike, kulturore, shënore dhe arsimore. Për shkak të përdorimit të disa alfabeteve, në shkrimin e shqipes zërej një anarkie dhe tet, dëmtoi arsimin e njësishëm e unitetit kombëtar. Ky problem kërkon të zgjidhjet e menjëhershme. Pasi marrëveshje mes klubeve të Shqipërisë, shoqëritë fetare brenda dhe jashtë vendit dërguan në Kongres përfaqësuesit e tyre, intelektualë dhe shkrimtarë të vendit. Në nesër e entuziazmit të madh, Kongresi formoi një komision për 100 vetësh për hartimin e alfabetit të përbashkët. Fillimisht, ky komision i vuri si detyrë vetes 3 çështje: të zgjidhej njëra nga 3 ABC, të merreshin pjesë nga 2 ABC për të krijuar një të vetme, të bëjë një alfabet i ri. Ndjeki një moment nga ajo ditë. Ju përshëndes me respekt në këtë mbledhje solemne për fatën e gjuhës sonë. Jemi mbledhur sot këtu për një qëllim të madh kombëtar, për të mbashkuar gjuhën shqipe. Prej do vitesh, shqiptarët kanë përdorur alfabetet ndryshëm, si alfabeti latin, grek, slav, ai i Stambollit, si dhe alfabetet origjinale shqiptare. E kjo ka sjellë ndasi në librat e shkronjat tona. Sot, këtu, me frymën e unitetit dhe dashurisë për gjuhën anëtare, do të diskutojmë, do të shqyrtojmë e do të vendosim fatën e gjuhës sonë. Alfabetin e përbashkët kombit shqiptar. Dua të them që si një komb i veçantë që jemi, me histori të bukur, me gjuhë të gjanë, me vetia të mira, gjanë kemi edhe një alfabet që t'i përkas ma tepër natyrës gjuhës. E i këtij është, sipas mendimit tem, alfabeti i bashkimit. Alfabeti i bashkimit, me qanë që është thjesht latin, ka edhe këtë vetije që mendohet e shkrohet mallgobisht për çdo shqiptar, sidomos letruar e njoftime nga gjuhët latine. Të nderuar delegat, sipas mendimit tim, alfabeti i bashkimit nuk është mbaruar. Ka disa ndryshime të cilat duhet të ndrejshen, si për shembull, shkronja Z mund të lihet fare dhe në vend të saj të përdoret shkronja Z, siç përdoret në këtë shqiptim në të gjitha gjuhët neolatine, e kështu ne mund të shkruajmë Zot në vend të Zot. Shkronja C, zanin që ka në alfabet të bashkimit, nuk e ka në asnjë tjetër alfabet të gjuhëve neolatine. Ajo mund të zëvendësohet ma natyrisht me shkronjën Q, e ne kështu mund të shkruajmë qaf në vend të caf. Pra, alfabeti i bashkimit është më i mirë nëse ne zëvendësojmë disa prej shkronjave, si për shembull Z, C, Z e të tjerë me Q, Z dhe Zh. Të nderuar vëllezër, si përfaqësues i alfabetit të Stambollit, propozimi im është që ky alfabet në bazë latine, në parimin e këtij unë shkronjë, si edhe me disa elemente të greqishës e slavishës, të shërbejë edhe për komunitetet jashtë Shqipërisë. Alfabeti ka bazë latine, por për disa timit të posaçëm të gjuhës shqipe janë marrë disa shkronja prej greqishës e prej slavishës e disa të tjera të veçanta. E duke qenë i përzier, paraqet vështirësi në botimin e librave dhe gazetave. Gjithashtu, ky alfabet kërkon shkronjat e posaçme vetëm për shqipen. Ju po dojnë të shohni alfabetin e Stambollit, dojnë na prishin gjithë që kemi bërgjë me tani? Jo, ne ndërrojmë me alfabet të përgjithshëm për gjuhën tonë. Cili do qoftë ai, i bashkimit, i Stambollit, ndonjë tjetër, por i përbashkët e i pranuar nga të gjithë shkrimtarët shqiptarë. Të nderuar delegat, ne të gjithë jemi punuar për të njëjtin qëllim, për gjuhën tonë të dashur. Alfabeti i reagimit është përpjekje për t'i dhënë shqipe zërin e saj të pastër, duke respektuar parimin një tingëll një shkronjë. Ky alfabet ka si bazë alfabetin latin, por të protestuar me shkronja diakritike. Ky alfabet është i vështirë për të mësuar e përdorur, sepse ka shumë shenja të huaja, por mbroj idenë që alfabeti i gjuhës shqipe duhet bazohet në shkronjat latine, si simbol i përparimit dhe afrimit të shqiptarëve në Evropë. Vëllezër të dashur, jam i mendimit për një alfabet më homogjen, vetëm me shkronja latine, pra më të thjeshtë nga cilësia grafike. Së dyti, më të thjeshtë nga tipana sasiore, me 27 shkronja monograme, me të cilat do të krijonte dhe digrame. Së treti, teknikisht një alfabet që mund të përdoret për botime shqipe menjëherë, brenda dhe jashtë vendit. Dhe kjo ka një rëndësi vendimtare, në një kohë që botimet shqipe
luan një rol qëtore së parë në lëvizjen e madhe të çlirimit të vendit. Komisioni punoi për 10 ditë, mori bazat alfabetit latin dhe mbas shumë bisedime në shëndimi, hajde alfabetin e sotëm që kemi në përdorim. Po përveç këtij, u mor vendimi që të përdorej si detyrueshëm në alfabeti sambollit. Vendimi i komisionit për çështjen e alfabetit është ky. Kënduan ndërbarë të ditëve tjera, e pas që pam që punët që kishin bërë ishte mjaft e madhe, por jo ai sa të na kënaqë të gjithëve e të shërben, si përparimi gjuhës, si për hapur i dijes ndër ne, të shtyre dhe nga disa shkate të përjashtme, u kthyen prapa, e me përqim të gjithëve u vendos që të mirret AB-ja e Stambollit, e me të bashkë një ABC thjesht latine, që të përdoren bashkërisht mes shqiptarëve. Mësimi në shkolla ka për qenë i shtrënguar e i detyrueshëm për të dyja. Në gjuhë shqipe. Në kohë, alfabeti 2, duke qenë praktik, erdhi mbeti vetë në alfabet në përdorim për shkrimin e gjuhës shqipe. Vendosa nga alfabeti të vetëm e mbylli odisen në alfabetet e të shqipes. E kështu, kryqëzit e kongresit morën nosën më të bukur në manastire. Rinia shfryma së ardhmës, është energjia që rinovon gjuhën dhe kulturën çdo ditë. Rinia është zëri i gjallë i kombit, e goditshme, e zgjuar, krijuese. Ajo mban në duar vazhdimsinë e traditës dhe hap horizontet e reja. Rini, thuja këngës më të bukur që di. Thuja këngës sate që të vlonë në gjithë. Dire gëzimin tanë dhe të shpërthej në vru, mos e feno këngën, lehet marë u. Thuja këngës Rini, pas sytë tu, të roki, të puti kënga, të ndisi me dashnu, me zjarmin tanë Rini, dhe të nëndu salga, të ndjenja që shkëmzue që të vlonë kënga. Rini, thuja këngës e qeshu si fëmi, ku në bizanit të përplasit të qeje, e të kthejë prapë me na, se hyjë ka kanë zili, e na të tuen fort, si të duhe një djemë. Thuja këngës Rini, thuja këngës gëziplote, qeshu Rini, qeshu, bota ashe jote. Liri, ajri e shpirtit, drita që se fik askush, liria është zëri i poetit, thirrja e përjetshme e kombit. Gjuha, në gjuhën shqipe u shkruan ëndrat, këngët, kujtesa e 1000 vjeçari. Ku ka liri, ka gjuhë, ku ka gjuhë, ka jetë. Por si kënga e zogut verës që vallëzon vlerën të fillit, por si janë të adhjerës që mon gjithë të grandofillit.
po si vala e Bregudetit, po si gjama vegetare, po si shina e internetit, nga shtua gjua jonë shqiptare. Por e ambën fjale saj, po si gjumbi një këti, po si drita plotu zdaj, po si gazi pa mashtri, edhe ndije të këmbue, po si fleta e kerubinit, ka i binqeve të futurue me zjatat vale kam shumë. Pra, noi prima di shqiptari, që këtë gjithë të përëndis, pra gjithë në lajtari, pra gjithë janë e lajtënis, edhe ati e ta begoja, që të gjithë të gjyhinore, që në gjithë rrë e kësak nevoja flet, e dvetën edhe mazore. Në gjithë shqipë në anatona, që të gjithit në kantani, qashë një zotë që do të dona, ja që jetën në të dani. Edhe shqipë në kanë të zotë për shqiptarë shqipë një metali, që të përndër si në moti do të gëzëm sa djallë nga djallë. Pra shqiptarë, do të shqipini, dhe dhe posë, malësi e qipeta, gjurëzi kur mos kalini sa që tjeta. Po për të që shmenë të nëmë, pse sa të ndani gjurën të e, ishë në e, dhe në dhe zakoni, ka në e majtë lajtë ka në suë. Për gjurë shqipe do të mbarë, të një njokë se që si kini, ka në njokë për shqiptarë, prima në zahë që të se njëni. Pra ndaj planë dhe në pisin, Mali, Bregu, ere Marcia, ka ngore sot Borisi, me gjithë vete në njokë Shqipnia. Trashëgimia është pasuria që na lan të fare. Fjalët, zakonet, këngët, vallet. Trashëgimia është rrënja që nga rritemi. Është kujtesa që nuk duhet të humbas. Valle, gëzimi trupit deri te një shpirtit. Ajo nuk është thjesht një hap këmbësh, është gjuhë e trupit, është një histori e gjallë e cila për cilët ne jeshi. 3 herë pinga raudeu, si kur kërkoj leje për ti. Pastaj, shamia palët ndehu në qetësi dhe madhësi. Kështu, me qielli dhe tokës, varja u lind, varja u shpall. Këmba sinjalin çon tokës, të dora qiellit tjetër larg. Dhe varja prokulisë tutje, në kolla hedhur si hobet. Pili për sipëri hedhlule, vitori borën shkundatje. Valle shqiptare, shënja në e, në për ti që shtejtë hu, ku shikët të u një herë dhe këmbët lopë si në vend të ju, ku shirani të zvobu e suaj, në së përshit,
dhe superflak. Ju bubullima me opinga që në përshekuj brodhët varë. Faleminderit që u bë pjesë e këtij aktiviteti që me të vërtetë në të një gojë në histori ku koncepti ishte që çdo gojë flet për ndjenja, për histori, për emocione, për mbi të gjitha, për identitet kombëtar. Dhe në fakt është më shumë se sa ditë gjuhës, është një ditë ku të gjithë vësët kanë mundësi të shprehin talentet e tyre, të njohin deri në rrëm, deri në tërësi, identitetin tonë kombëtar, por ndikohësisht bën pjesë e zjarrit të gjithë kulturës shqiptare.
Faleminderit që u bë pjesë dhe dua të falenderoj patjetër piktorëve, Korin, më lejoni, dua një duartrofitje shumë të madhe për njerëzit e mi të talentuar, njerëzit e tip në vjetëtorë që në vërtet, në përgjithësimin, talentin, seriozitetin e tyre, na bën gjithmonë që të ndihemi krenar, por dhe të frymëzuar për veprimtari kaq bukura. Faleminderit që u bë pjesë. Patërera, dogën na dënon një ndjenjë, një kuptim, një pasuri. Kjo është gjuha janë, e bukur, e gjallë, e pashuar. Le ta ruajmë, ta duam dhe ta nderojmë gjuhën shqipe, këtë pasuri të përbashkët që na bashkon. Të duar bie Të na